Gjykata e Tiranës ka dënuar me 12 vite burg Aksel Hoxhën, autorin e vresjes së bashkëmoshatari të tij, Steven Toshkozi, duke ulur me 6 vite vendimin e shkallës së parë që e kishte dënuar me 18 vite heqje lirie. Sipas prokurorisë, shkak ishte bërë një sherr banal që agravoi deri në përdorimin e mjeteve prerëse. Menjëherë pas vendimit, familjarët e viktimës shpërthyen në akuza ndaj trupës gjykuese, duke detyruar ndërhyrjen e policisë. Konkretisht në komisariat u shoqëruan nëna e të riu Toshkozi, vëllai dhe kunata. Ngjarja e rëndë ndodhi në prill të vitit 2023 në afërsi të shkollës Partizani. Sipas të dhënave të bëra publike në atë kohë, përveç Aksel Hoxhës në sherr ishte përfshirë edhe Ensi Maze. Dy të rinjt kishin pritur që viktima të mbaronte punën dhe kishin goditur me thik, goditje që fatkeqësisht rezultoi fatale. Sipas dëshmisë së Mazes, viktima Steven Toshkozi kishte ardhur me makinë, kishte ndaluar dhe më pas e kishte qelluar atë me grushta. Pas kësaj, Toshkozi ishte goditur disa herë me thik nga Aksel Hoxha, të cilën ai e mbante me vete. Ensi Maze ka treguar se ishte në dieni të një konflikti të mëparshëm midis autorit dhe viktimës për shkak të një vajze që ishte e dashura e Stevenit, por që Aksel Hoxhai e pëlqente.